Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes, telefonata e parë për ditën e sotme e shtunë, 14 mars 2026, dita e verës. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Alo. Përshëndetje zotri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotri, urdhro. Si je, si duke, si ja kalon? Mirë, faleminderit. Gëzojmë ti jesh mirë. Faleminderit. Gjithashtu, urdhro. Dëgjo, Po. ka thënë një fjalë. Sandër Prosi ka thënë një fjalë, Sandër Prosi. Sandër Prosi ka thënë shumë fjalë. Ati si më i mirë në Shqipëri për mua, më fisniku, më giganti. Të gjithë, dëgjo, çdo gjë në këtë botë, çdo gjë në këtë Shqipëri, çdo gjë në këtë popull sot, populli i Hagjit një thot. Populli i pëson të gjitha i thot. Pse Sandër Prosi këtë? Po bravo i qoftë. Dua ta nis këtu. Po. Dhe familja shqiptare dua ta nis. Familja shqiptare po shkatërohet. Po shkatërohet, po vritet. Po mbytet. Po elmohet me ilaç miu, kanë dalë ilaç miu tani, po elmohen me ilaç miu, alamet vajze, 25 vjeçe, se kush e ka vajin, se burri, se babai e nëna, po unë kam një diçka, o ta them me kompetent këtë, më fal do ta them me kompetent. Familjet shqiptare që lindin që po djallë, ta afrojnë sa do, gaboj, mori një burë të keq atje, e torturoj, e gabimin e ka, baba e nëna ta afrojnë në shpiri. Se qa bën fëmija sot, po si dhe dashuri sot, karon në tru, të edmon vetën, bret vetën, edhe ka fajnë prindit, më të shumë të ka fajnë prindit, që nuk afrojnë fëmin, edhe në fëmin të torturohet të buri. Pandaj dhe mura që familja shqiptare, prindit kam shumë ka bim këtu në këtë. Po i lënë fëmit në nes katë rrugve. I lënë e torturon buri, edhe shbën nuk e përkran fare nëna dhe babaj. Nuk e përkran. Pandaj dhe familje shqiptare këtë komplet në bajnë shqiptare po vriten. Po vriten në për shkolla. Po vriten me sika, vajtë do në për protest, vajtë i vrau shoku me sikaj, e bëri cop me sik. Pa ndaj se muna që këtu po vritet, mos të shikojnë... Shumë falenderit për mesazhin zotri, unë të përshëndes edhe të falenderoj që sjet gjithë një temat të aktualitetit edhe probleme sociale dhe ingresje shqetësimet. Falenderit. Presimi tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. Me numër në ri, dhe është a thëtë të loj e egzoshtë e numër në ri jo si stacion, e gjona taja shumë. Por, të njës nga zesti ma zesti ati asaj gulshet e zez, po unë e kam direkt me gazetarët shqiptarë. Pa ka mundësi ata gazetarë që ishën për balë. Asaj ftyret të ndryshun të komit shqiptar. Po që të një herë bede mu me morë krah nga vetvetja, nga shoqet e shoku i vetë. Kur e ponë që 2 veti për jashtë aja ftyre e po të shaku. Po kur nuk dim ne, kur s'ne të rëni ju si gazetar, e kur nuk e njuhin vetën e detyrën e vetë si gazetar, pa, thonë nuk ishte një lavdim u që u të tonë sigurishën për balë asaj ftyre tërë, edhe me shku me një gazetorin dhe Ambroze Ahmet. Po këtu me të vërtet, kërë ka gjithë damorin e dopt të komit shqiptar, të popullit shqiptar kjo ftyre e po kërë me të vërtet pas apalimër për qatë u bomër. Po si e pranojnë mërë, po në kur aprepe për sërës, kur nuk
shohen gazetarët dhe me dole me lanë si sa I tha unë tha bajnë dhe pa ju tha. Po pse mos me e bon dhe parë? Ata mu që gazetarët me dole është e me lanë si atë si e lenë fundoborit se bolle du I shenë që e kam fundoborit e lidhi që me hangër po e lanë fundoborit. Ata me lanë gjënë fundobor, po me lanë me nëj humnerë. Pra të I nisën vetë nga gjesi që gjë gazetarët e pranon atë gjesë, unë I herë për mediat janë qirëpëna, se në me shku të media e ati kollovarit Karlo Bolinës, si ka ishte një artikull nga gazet që ashtë balluktja dhe njërë ju ma e lavdishme ashtë aja, po si s'ke ka balluktja, mërë si s'ke ka rjën 99, mërë si s'ke ka kapoja krye hajduli, krye krimineli, krye mafja Shqipnis, edi krimineli, si s'ka këtë mirë për Karlo Bolinë. Dhe qartë mirë, zotrit, faleminderit për telefonatën, presim një tjetër telefonat në studio, mirë mëgjes për shëndetje. Po, zotri. Je drejt për drejt, zotri, urdhëro. Po. Jam një fermer nga rreth I Korçës. Po. Po flasë për këto plerat nitrate ndapin këto jam që ngritën kupë qelit. Për? Plerat kimike? Po nitrati, dapi ka qenë 50, 30, nitrati, dapi ka qenë 50, vajtin 110. Ha? To mbilin si vjetë në po? E sa ka ndryshuar në krahasim me vjetë? 100%. 100% me vjetë? Nafta vajti kupë qelit. Të tëra gjerat vajten... Po ato e patën një rritje para 2-3 vitesh, që I rritën në qonë... Prap I rritën? Aro rritën në vjeti morën 50.000 lekë, dapin si vjetë 110. Qa thua? Po Ka leverdis ta mbjellësh? Të leverdis ta mbjellësh ty tash I tokën? Jo, po që të mbjellim me këtë sa të mbjellim, me lerime, me frezime, me dap, me nitrat, me dalim... Pasa e shesim ose shesim do të më mirë, arin fare. Faleminderit që e ngritë si shqetësim, zotri. Unë përshëndes. Presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes, urime për emisionin. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndes atë telefonusin e parë që vërtet. Ju gjithë shkatru familja, të po këtu punot për ditë. Tu shkatrot familja, shkatrot. Shlarguar zotria, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Zotri, e kemi ezauruar këtë javë komunikimin bashkë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zotri. S'kemi mirë? Mirë, faleminderit, urdhëro. Jo, unë do të çfarë? Po tani me ke pallafos me ata, po me mua. Unë pallafos me ty, ti me kë pallafos? Ashtu. Në rregull, dëgjoj. Jepi. Unë do të them që këto kohë të fundit po vendojnë shumë tradhtarët e kombit shqiptar. Po? Ikja atë dulen Belerin, Saliun edhe atë Çelibashin e këtë zës. Por po dalin ca tradhtarë si gjyqë të fshehur kështu. I pari për shembull për Zëmeradhun. Është bën atë bingon ai Ardit Gjebreja. Po. Edhe ato vallë ato meloditika o greke, o slave, o mëse e thash. Po pse mor buri dheut? Greku ty nuk të lë flamurin, ti vete bën melodira greke. Dhe pastaj thot, ciao, bye, adio. Po pse nuk ka fjalë shqip miru pafshim, që janë të budallëqe. Pastaj, mirë ky, po Vera Graboska me i Borotino, bën sa të shëllë me kalamaq, nuk këndohet një këngë shqip. Edhe mua vjen keq pa të Piro Çakon që e ka si komision kështu. Ty nuk u të Piro, ore kërgon një këngë shqip. Ka qinat e keni shqipen? Që ata njerëz shumë ore. Ka qenë kryetar bashkie në Tepele një tërmet. Po. Me qesa ke nga ana jote,
Edhe ai thotë që jam nipi i Shefqet Peçit. Po Shefqet Peçit i ka për topin. Që ka për topin ai. Pse? Sepse ka 20 vjet, një lapidar në rrugën Lekël Këlqyr, 300 metra larg nga Lekli, nga ura, ai bën një lapidar për kujtim të viktimave që ka vrarë Greku, 100 sa burra. 217. Dhe ai lapidar janë ekurat e po ndryshkën, për një karoc beton, po ndryshkën ekurat atje. Dhe të nërmeti thotë, janë patriot. Qa patriot janë këta mërë? Qa ka patriot janë këta? Kanë anti-shqiptar. Tjetra, është një mbetek e Ali Këlqyrës, kryetare bashkie në përmet. Në përmet. Pas ke shumë dhe. dhe. Po ka të qatrasët si, po me një atë, unë të ndesem të asem nesë pas të tjera. Po mirë, thuaj dhe këta. Kryetare bashkisë, ka 2 rrugë në përmet, 2 rrugë, me emin, Jepi zotri. Ka 2 rrugë përmet, me emin Ali Bej Këlqyra. Po. Jo një rrugë, po 2. Po në gjithë të votës janë 2 rrugë me një emër. Ajo. Shiko zotri, ke rrugë... Ka rënë ato merët e lapidarit të ustarit pa njojtur në përmet. Mu në mes. 30 metra larë bashkisë. Kështë me listë, o zotri. Tani ti dërgoj gazetarët, më takoj mua dhe me i përmet të shikojmë. Në rregull. Ka rënë plakat e merit, dhe ajo në vënd të plakën e merit ka vënd plakat trotuari, nuk ka turp ajo. Do m'japësh një numër telefoni? Tjetra. Po jo, s'do i themi gjitha sot. S'do i themi gjitha sot, se të lëm në një pa... Përmet e ka emi 24 maj. Mere numër e telefonit tim. Mere numër e telefonit. Mere numër e telefonit. Ma jep. 069. Po. 21. Po. Ma 069 21. 00. 00. E more? 00. I shkruajt e 2 herë. 973. Në rregull. Mirë zotri, faleminderit për telefonatën. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë, bona që më ndërpreve dhe unë s'përsat jeshti në emision. Se tha, se le të thosh të fjallin plot. Mirë, presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mëngjes. Përshëndetje zotri. Desha të flasë qik për drejtësin më shumë edhe pak për gazetarët. Po, urdhro. Drejtësia. Lexova sa komente që bëshin lidhur me shoqja e atij gjyqtare që u vranë në sallën e gjyqit, kërkonte që gjyqtari të shpallet dëshmar. U vranë kryedetyrës, po. Çfarë komentesh, një urrëtie, një urrëtie pa pamë ndaj gjyqtarëve. Po shumë komente. Kjo do të thotë se gjyqtarët duhet ta mbledhin veten, të jenë më të drejtë. Të jenë më të drejtë ndaj vendimeve që marrin. Prokuroria ka dënuar, ka futur në burg 6 antarë të RSH-s. RSH-s? Po, u lirun tje. RSH-ja mos është një institucion i ri? Për ndryrën tendera. Okej, po. Dje i liroj gjykatave. Kush ma përgjithësi për këto? Kush ma përgjithësi për këto vendime ose për këto akuza që bën prokuroria false fare? Pse çfarë bëhet këtu në Shqipëri? Gazetarët. Shkon ngrehet gazetari e thot sot u lexuat në artikull 8 miliard lek ka fal Edi Rama, kur buxheti i shtetës 4 miliard. 4 miliard tjera nga i mori Edi Rama që u fali. Gënjen gazetari atje, edhe thot ta mbrojmë gazetarët. Gënjen gazetarët, jem fut në burg thot. 1 miliard. Nuk ka paguar dritat. O jam fut në burg sepse jam vjedhur dritat. Vjedhja me dëbim, vjedhja nuk është një lloj me pagesën e dritave. Janë futur në burg. Pse po kujtoni ju se jemi budallëne? Se nuk dimë se të dallojmë vjedhjen nga mos pagesa. Zotri, kanë vdekur njerëz se nuk kanë pasur lek të paguanin dritat, kanë vrarë veten. Jo, nuk është ashtu. Ka vjedh dritat ka ai në burg. Nuk ka ai askush në burg sepse nuk ka paguar dritat. Mirë, do ta gjej unë dhe do ta sjell në rregull këtë rastin e zotrisë.
Mirë, Nuk rregullohet ky vend. në rregull. Nuk rregullohet ky vend. Mirë. Faleminderit për telefonatën zotri. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mëngjes. Po zotri, urdhëro. Ky e la gjon pa folë dhe ky që foli për ata vorrët greke. I tha i gjitha, qa s'la më gjej pa thënë. Jo, thallë i tjetër, po ajo Saranda nga vjen, fjala Sarand, nga vjen. Nga greqishtja vjen. Po, është ndryshuar, në 1940 është ndryshuar emri. Po jo është manastirën e 40 shenjtorë. Saranda vjen nga fjala greqisht. Ore zotri, vjen nga 40 shenjtorët. Emrin paraveç në italisht, manastiri që është sipër Sarandës. Është ndryshuar shekujin e kaluar, nuk është se është toponim i vjetër. A më dëgjon? Po, gjej shumë mirë. Shekujin e kaluar është për 1940, mos gaboj atë diçka më herët, nuk e mbaj më të mirë, por është për 40 shenjtorët dhe Saranda që është në greqisht si emër, po është toponim i ri, nuk është toponim i vjetër. Doli ky dhe ky i partisë time, ky Beleri doli me flamurin grek, para pak diçka dalë ka me flamurin grek doli. Ku doli? Ky i partisë son. Ku doli? Ai partisë tonë vëlla, ne e kemi atje, çfarë atje deputet. Eurodeputet. Po, do i të Shqipëri dhe bëllaj një kohë në shtypje kishte flamurin grek aty, ai partisë demokratike këtu, do shpëtojmë neve. Aha. Ha? Do shta ka ngatruar ngjyrën blu për blu aty ka marrë blu tjetër. Po, me flamur grek valla, se do ta shpëtoj greku neve. Ka ngatruar bardhë blu. Greku çon me piu e sta e pikën e ujit. Atë kuptoj. Kena luan baçin ne, dhe i dan shehun. Ciao drujt zoti. Ciao. Faleminderit zotri për telefonatën. Përshëndes, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes zotri, urdhëro. Ai bulli që ndërpret telefonin tim, se kuptoj. Ku do t'jum, telefoni është i lidhur. Kurse një asnjë të sot atë po. Del për ditë të jam ndërpret. Ku është arsye? Tani zotri, unë po të dëgjoj shumë mirë, po ka një problem që nuk po të kuptoj. Ngrije pak zërin, lutem. Ati bulli që ndërpret telefonin, çdo ditë. Po. Ku është arsye? Su se njot asnjë të sot atë ku është arsye. Cila është arsyeja që ndërpres unë telefonin? Merë se mori sot 2 herë. Po. Arsyeja pse merr ai nuk e di, por arsyeja pse ndërpresim ne është që mos bëhet i bezdisshëm për qytetarët e tjerë, pavarësisht se ai flet shumë bukur, po tani një herë në javë të flasi që t'i lëra hapësirë të tjerëve. Kjo është arsyeja. Të bind si arsyeja apo t'jap një arsye tjetër? Po. Okej, u binde, në rregull. Shqyqyr. Po. Mirë, presim një tjetër telefonat, përshëndes zotri. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëro. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë, urdhëro. Gëzuar ditë verën. Gëzuar ditën e verës, mbarësi edhe verë gjithmonë. Më thuaj tani. Në gjotë tashin, se kur njova për këto pensionet që dalin tani në 2026-ën, edhe unë jam një nga to, në 10 dalun. Tani ndryshon koeficienti. Çdo vit bëhet përllogaritje e re për koeficientin, indeksohet koeficienti në bazë të inflacionit që ka pasur gjatë vitit kaluar. Bëhet llogaritja edhe është e përvitshme, kjo është fazë normale, është e përcakton ligji. Nuk është se do bëhet nami me pensionin tënd, zonjë, thon shkurtimisht. Shumë falim. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Nuk e di nëse kemi kohë të presim një tjetër telefonat. E presim në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po zotri, urdhëro. Iku zotria, u mërzit. Nuk e di, kemi kohë të presim në një tjetër e mbyllim. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do t'jemi me avokatin Gylsen Zhlima në studio. Publicitet.